Значи, ието така и зеленилото, треба да обрнеме поголемо внимание на зеленилото. Логика, искочиме на дуел. Зашто бегате дуел? Еве денес во 4 ве поканувам да не бидете арогантни, да искочиме пред јавноста заедно со другите кандидати. Дали господине Шилегов, зашто ме прозивате мене? Ние дојдовме да дискутираме. Ако вие и јас треба да имаме реплики овдека пред јавноста, Зашто не спомнавте мене? Зашто не спомнавте мене? што ги следвате сите да И благодарам, извинете за Благодарам многу, толку е. Konflikti verbal mes dy kandidatëve për kryetar të qytetit të Shkupit, Goce Trajanovski dhe Petre Shilegov, ndodhi pasi që ky i fundit akuzoi kryetarin e deri tanishëm se nuk ishte përkushtuar sa duhet në përmirësimin e cilësisë së mjedisit jetësor gjatë mandatit 4 vjeçar. Нашите граѓани за жал долго време беа. Qytetarët tanë për fat të keq, por një kohë të gjatë kanë qenë viktima të politikave të kryetarit aktual të qytetit të Shkupit dhe të Nikola Gruevskit. Për këtë arsye ka një periudhë të gjatë që po ngulfatemi në smog, tym dhe po e humbasim gjelbrimin. Pas fjalimit të Shilegovit, i menjëhershëm dhe i gjatë ishte reagimi kundër kandidatit Goce Trajanovskit, pas çka erdhi deri tek ashpërsimi i toneve. За мојот пријател, господин Шилегов, само би рекол, Për mikun tim, zotëri Shilegovin, vetëm do të thoja se Zoti e mëshiroft. Ju faleni sepse ai nuk din çka flet. Nuk din dhe nuk do t'ja marrin për të madhe sepse me të vërtetë nuk din dhe nuk ka qenë i kyçur në këtë problematik. Me parulla boshe, ne të gjithë e dim. Këtu nuk ka parulla dhe politik, këtu ka vetëm punë. Edhe pse u thirrën për të nënshkruar kërkesat e iniciativës qytetare Koalicioni O2 për mjedis të pastër, kandidatët e shfrytzuan rastin që të bëjnë fushat duke akuzuar dhe replikuar njëri tjetrin. Në kërkesat e iniciativës qytetare të drejtuar kandidatëve për kryetar të Shkupit, qëndronin 32 pika, ndër të cilat ishin edhe ndalimi i spërkatjes së rrugëve me acetat magnezium, pastrimi i lumit të Vardarit, buxhet komunal më i lartë për mjedis, rregullimin e shtiljeve për mësorë e tjerë. Kandidatët tjerë përshëndeten këtë iniciativë, ndërsa munguan kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare Bekim Fazliu dhe ai i Aleancës për Shqiptarët Naim Bajrami.